Ja ku jemi rikthyer edhe në fakt u bë gati pothuajse 1 muaj që ne flasim pothuajse çdo ditë në emision për këtë energjinë e mirë shpirtërore, hyjnore njëkohësisht të festave që ka pasur gjatë gjithë këtij muaji mars, por ndërkohë edhe të muajit të shenjtë të Ramazanit. Dhe kur flasim për muajin e shenjtë të Ramazanit dhe agjërimin, kemi pasur mjaftueshëm të ftuar në studio për të treguar për mënyrën se si funksionojnë, për mënyrën se si agjërojnë, për ushqimin, për praktikat personale. Po, për gjithçka tjetër. Ama para disa ditësh në fakt të shprehur një shqetësim në auditor edhe në bankat e shkollës, në institucionin e shkollës që është patjetër dhe konsiderohet se institucion laik, thuhet se fëmijët të cilët agjërojnë që dhe përkasin moshave diku te 10-11 vjeç, janë konstatuar si fëmijët me përshëndrim më të ulët edhe si fëmijë të cilët janë edhe në gjendje të fikti, pra me imunitet të rënduar. Dhe kjo si pasojë e agjërimit. Por sa e vërtet dhe sa qëndron kjo gjë, le të themi për fëmijët që janë të imponuar dhe për fëmijët që kanë zgjedhur vetë agjërojnë gjatë këtij muaji. Që kështu e diskutojmë në studio dhe me ne është besimtare dhe pedagogja njëkohësisht Malvina Tafçiu. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, shumë kënaqësi të të kemi. Mirëmëngjes Malvina. Mirëmëngjes, kënaqësia ime si gjithmonë. Faleminderit për. Dhe ti përveç se je vetë praktikante. Ti themi edhe përshëndetje edhe Suelës, se kemi mikën tonë Suela Koshibelli, një aktiviste për drejtat e fëmijëve. Mirëmëngjes Suela, kënaqësi që jemi ne sot. Dëgjon Suela? Suela na dëgjon? Okej, derisa ta Mirëmëngjes. Okej. Ja, derisa ta rregullojmë. Po thonim që kemi mikën tonë Suelën në linjë tashmë dhe faleminderit që jemi ne sot, si kundër edhe herë të tjera për panele dhe për çdo gjë që ka lidhje me fëmijët. Po Malvina, ndërkohë flasim bashkë Malvina, për sa i përket këtij lajmi dhe kësaj se çfarë ka qarkulluar. Fëmijët e tu agjërojnë apo jo? Po, agjërojnë. Jam përkatësisht mosha 10 dhe 11 vjeç. 10 dhe 11 vjeç, okej. Klasa 4 dhe 5, dhe është viti i parë që ato agjërojnë. E kanë zgjedhur vetë, natyrshëm apo? Çdo individ ose më saktë çdo fëmijë dhe nxënës në rastin konkret që ka zgjedhur të agjëroj, është zgjedhje e lirë, nuk ka se dhe një lloj prindi. Ta bëj këtë pyetje për të sqaruar gjithçka që po qarkullon. Nuk ka se dhe një lloj prindi që mund ta detyroj fëmijën të bëjë, sidomos tani në këtë kohë, të bëjë gjëra që nuk janë zgjedhje e tyre. Edhe në rastin konkret të agjëroj, aq më tepër agjërimi mbat shumë vlera dhe shkenca i ka treguar, tashmë nuk është më e nevojshme edhe për fitime shëndetësore që trupi ndjen gjatë këtij muaji dhe agjërimit, përveç se edhe fet tjera e kanë. Malvina, më konkretisht, fëmijët e tua kanë ndjerë lodhje gjatë kësaj periudhe, mungesë përshëndrimi, pra. Tani, para se të flas për këto, më lejo pak bëra të sqaroj pak opinionin publik, se sigurisht që pret dhe ka të nevojshme. Agjërimi nuk është obligim për fëmijët që nuk kanë mbushur moshën e pubertetit. Domethënë ato pjekurinë fiziologjike, pra biologjike, le të themi ndryshe, nuk është obligim. Por nëse ato zgjedhin të agjërojnë, Zoti ua pranov dhe i gjej rastin të inkurajoj dhe t'i vlerësoj për këtë lloj akti adhurimi. Shumë e nevojshëm sqarimin, pra sepse 10-11 vjeç janë mosha relativisht praktikisht ashtu është, por nëse ato zgjedhin, unë nuk mund t'i ndaloj dot. Sepse po flasim për drejtat e njerëzit, po flasim për drejtat e fëmijëve dhe asnjë prind nuk zgjedh që në momentin që e shikon që ka dobësi fëmia apo ka patologji të caktuara, shenja që mund vinë nga agjërimi, që supozohet që mund vinë nga agjërimi, nuk ja lejon. Unë e para dhe gjithpas meje, domethënë. Pra, nëse ti, Malvina, do kishe parë gjatë këtij muaji të Ramazanit që fëmijët e tu kanë shenjat e lodhjes, të dobësimit, të shpërqendrimit në shkollë, nëse do i kishe parë këto shenja, do t'ja ndaloje agjërimin? Nuk mund të dalë këtu dhe të them, shiko se ti s'ke punë të agjërosh, por do gjeja një rrugë të mesme dhe mesazhi që dua të përcjell është që të gjendet një balans mes këtij shqetësimi që mund të jetë i vërtet, por që dhe të vërtetohet nëse është i vërtet, dhe dëshirës së fëmijëve. Së pari, sa i përket deklaratës apo ankesës çka është bërë nga mësuesja
për problemin në fjalë. Së pari, duhet di kjo mësuesja me çfarë statusi flet me statusin e mësimdhënësit. E mësueses, po. Sepse mësuesja janë prej 15 vitesh, edhe në të gjitha cilët e studimit, nga klasa e parë deri në universitet, pa shkëputje. Domethënë më shumë se 2 dekada. Së pari, dhe i njoh shumë mirë dhe politikat arsimore dhe mundësi që krijon sistemi arsimor për të mbështetur dhe për t'i dhënë dorën për shembull në këtë rast. E ti mendon që mund të jetë jo institucionale, pra. Po, duhet verifikohet. Kjo mësuesja me çfarë statusi, sepse duhet një vendim edhe një fjalë e specialistit që është mjeku në këtë rast, që shiko, kjo gjendja e të fiktit apo kjo lloj gjëja që ka ndodhur me fëmin, ka ardhur për shkak të lloj problemi dhe jo për probleme të tjera. Të pak ti nga sa dëgjon edhe nga eksperjenca jote sepse ti the. Mund të ketë njeriu çdo ditë edhe ditë tjera të Ramazanit. Po kur flasim për fëmijët, impakti është akoma edhe absolutisht, por duhet vërtetuar kjo lloj gjëje. Së pari, së dyti, gjej rastin domethënë që u bën një sirje mësuesve që edhe gjithë institucioneve arsimore të integrojnë programe fleksibël në këtë periudhë apo në periudhën e shenjtë Ramazanit. Që do të thotë? Që do të thonë, të implementojnë siç kanë shumë vende evropiane në mbar botën, si Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania. S'po flas për Turqinë sepse ai ka edhe kulturë, domethënë të laike. Po, e ka kulturë pjesën e integrimit të fesë, domethënë. Malajzia, që gjejnë gjatë periudhës së Ramazanit i mbështesin nxënësit dhe studentët e tyre. Pra janë sisteme arsimore që, për shembull, marrin masa konkretisht, suportuese. Konkretisht, nëse ka provime të vështira, për shembull, u lën nxënësve studentëve në një periudhë duke i shtyrë në një periudhë tjetër. Pra pasi të kaloj. Po, pas kalimit të Ramazanit, po i bëhet provimi. Tjetër, ushtrime të rënda fizike që e lodhin dhe aktivitete fizike të rënda, pra që e lodhin nxënësin, mos të bëhen në këtë periudhë. Pak në pra ta që agjeron, të thonë. Të krijojnë fleksibilitet dhe hapësira të leta, lehtësuese. Nga kjo anë i bie që pastaj ne le të themi të detyrojmë dhe të imponojmë institucionit që të përqafoj këtë gjë që është personale dhe nuk i përket institucionit. Përket familjes edhe besimit të tij ose të familjes. Pra, po të bëj oponencë në kuptimin për ta kuptuar ata aty jashtë. E kuptoj që njeriu nëse nuk e ndjen aromën e Ramazanit vet, gjithsecili, është e kotë që sa do të flasun dhe t'jap argumente, të dalë dhe të bërë rastu shiko se ka të... Ajo shqetësimi... Të tjenë rolën e 2 fish, edhe si nën dhe si pedagogë këtu, që kësho... edhe praktikante, 3 fish edhe mësuese. Ndaj po them që ne u krijojmë hapësira nxënësve për shumë e shumë arsye. Mësën dhe jemi supportues. Ndaj që ajo mësuese apo ai mësues që e ka ngritur shqetësimin ndoshta dhe me të drejtë... Pra të thotë tolerojni. Të krijojnë hapësira lehtësuese për nxënësin. Dhe sistemi arsimor i krijon të tilla hapësira, pra ka mundësi që të tolerojnë dhe të krijojnë fleksibilitet në programet arsimore. Tani ti thua që në këto programe arsimore që mund krijohet ky lloj fleksibiliteti, të jetë një fleksibilitet për të gjithë ciklet dhe për të gjithë nxënësit apo të veçohen vetëm fëmijët që agjerojnë. Pra të jetë një lehtësi në program për të gjithë që mos krijohen as këto pakënaqësit mes nxënësve, pse njëri duhet ta ketë pak më pak se krijohen edhe vetë në klasë pastaj dy kampe kundërshtare le të themi. Por ajo është një vendim që e merr vetë stafi i brendshëm del në një klauzol, në një vendim caktuar, me në krye drejtorin, kështu që u përket atyre, nëse do të privilegjojnë në thonjza, se nuk është privilegj ajo, nëse ti për shembull, një lehtësi tjetër përveç atyre që përmenda është që pushimet e shkurtra të jenë më të shpeshta për shembull. Duke lënë mundësinë nxënësi të rigjej dhe të marrë vetëm. Pra në këtë mënyrë duket sikur edhe e konfirmon pak atë pjesën që themi ata nuk kanë fort akses, pra në kuptimin që mund të lodhen më shpejt, mund të mundohen pak më. Pastaj nëse do të ishte për shembull, nëse do të ishte një muaj ndaj flas në këtë lloj mënyre, se nëse do të ishte për shembull qershori, korriku, gushti që vërtet janë muaj, është ditë e gjatë dhe agjërimi kërkon më shumë kohë, atëherë vërtet do ta merrja shumë seriozisht këtë lloj situate. Por në periudhë të kësaj natyre kaq e shkurtër që është dita, që nuk ndihet si nis dita dhe si përfundon në orën 5 ke qenë me çel iftarin ti,
Gjej rasti për shembull pyes shumë prindër, ato që vërtet janë ndjerë të indinjuar kundrejt këtij fakti që sa prej tyre deri në orën 12, për shembull, se deri në 12 kanë fëmijët mësim, dhe pastaj ti i merr. Sa prej tyre deri në 12 çdo ditë i kanë ushqyer. Ka plot më shumë se 50% nga përvoja ime që i sjellin fëmijët e tyre pa ushqim në shkollë. Tani pse po prekupohesh tani në këtë muaj Ramazan? Pra që i ka dhënë që në darkë nuk i ka... Po, i ka dhënë, ose si ka dhënë asgjë në mëngjes, ose se nuk e di, këto mund të quajnë dhe ushqim që i hanë një i molta atje, po për mua ajo është shkatrim organizmi, domethënë. Pak të nusi në... Pra që nuk kanë ushqim të mirëfillt, po thua. Pikërisht pra se deri në 12, çdo prind shkon e merr në orën 11 për shembull cikli ulet, shkon e merr fëmijën edhe sjell në shtëpi. Në shtëpi do bëj orar pushimi, e të ketë ti në dorë. Kjo është e gjithë situata, nëse njeriu është një hadith shumë i bukur, një thënie profetike në këtë mes, ku thot lehtësoni dhe mos vështirësoni. Edhe nëse individi ka qëllimin të gjithë protagonistët e shoqërisë, në rastin konkret një bashkëpunim shumë i fortë mes mësuesës, mes nxënësve, mes prindërve, me gjithë aktorët e shoqërisë të sistemit arsimor, nëse do të kishte një suport, një bashkëpunim, një mirëkuptim, atëherë nuk do kishin krijuar këto lloj probleme. Ta pyesim pak edhe agjërimi tek nxënësit ka shumë qëllime, vetë kontroll, disiplinë, i mëson vlerat më të larta njerëzore, lidhjen me krijuesin e gjithësisë, e ti po i thua fëmijës ndal mos i merr këto vlera? Tani në djenin time nuk është thënë që mos agjeroj, shqetësimi është ngritur mbi bazën e asaj se çfarë kam parë tek këta nxënës, pra të një nxënësi me imunitet të dobët, të nxënësi me përqendrim të ulët, dhe prandaj duke pasur një shqetësim të tillë dhe kanë bërë me dije. Ndikimi i agjerimit pra në ciklet arsimore dhe në produktivitetin e nxënësve. Po Suela, nuk e di a ke mundur të dëgjosh pak nga biseda, po flasim pikërisht për integrimin e fëmijëve që agjerojnë në institucione arsimore dhe sa le të themi në thonjza i dëmshëm ose i mirë mund të jetë agjerimi për nxënësit të cilët janë në shkolla. Shiko, sepse patjetër që nuk duhet përplasje me koncepte fetare në këtë që po them. Megjithatë, kur flasim për fëmijë, kam përshtypjen që duhet qëndrojmë mbi çfarëdo lloj parimi apo besimi që edhe prindrit kanë. Dhe shkolla ka misionin të edukojë fëmijët, të mirëpresë fëmijët, t'i trajtojë ata mirë gjatë orarit mësimor dhe pastaj t'i përcjellë shëndoshë mirë për në shtëpi. Kështu që në këtë pikë unë ditë pak edhe nga shkolla ku ishin vajzat e mia, që këtë një muaj shkolla ka hequr dorë fare nga fizikultura. Tani, për fëmijët që agjerojnë, kjo ishte një ndihmë dhe është një tolerancë që mendoj shumë e madhe. Po ndërkohë, ka shumë fëmijë të tjerë të cilët nuk agjerojnë dhe do e donin ta kishin ato orën e fizikulturës. Pra, duhet kuptojmë që kur bëhet fjalë pakën për mosha deri në 14 vjeç, ato parimet, disiplina, gjithçka që feja mundon të transmetojnë, prindrit, patjetër përmes agjerimit të tyre mund t'ia mësojnë të gjë fëmijës. Por absolutisht kur bëhet fjalë për fëmijë, mos harrojmë, një heqje dorë nga ushqimi dhe nga uji për orar kaq të gjatë, edhe për gjendjen e tij fizike nuk bën mirë dhe kjo, të paktën tek fëmijët, është e vërtetuar, siç edhe po themi tek gratë, shton pak dozën e kortizolit. Por kur je në moshë adulte, ti ke një lloj rezistencë tjetër trupi. Kështu që unë personalisht e kam diskutuar disa herë këtë temë. Mendoj që paktën për fëmijë deri në 14-15 vjeç të kishte një edhe vetë nga prindrit e fëmijëve të kishte një lloj ushqimi të fëmijëve në këtë lloj aspekti që ju jeni të vegjël dhe sigurisht veprat e mira ne mund t'i bëjmë në mënyra të ndryshme, duke sjellur mirë në klasë, duke ndihmuar njëri tjetrin, ka metoda alternative që kjo qasja e mirë ndaj njëri tjetrit apo besimi në Zot të shprehë dhe jo detyrimi duhet të jetë agjerimi i cili automatikisht në shkollë prek dhe fëmijët e tjerë. Sepse të paktën në shkollën e vajzës time se kishte një pjesë të madhe të fëmijëve që agjeronin. Unë jam një prind që them që fëmijët nuk duhet të agjerojnë, megjithëse edhe vetë agjeroj, por pra fëmijët them deri në moshën 14-15 vjeçare nuk duhet ta bëjnë një gjë të tillë, për arsye të mirëqenies së tyre shëndetësore dhe për arsye sepse cënojnë funksionimin e shkollës dhe nuk është një ditë, por është një muaj i tërë. Pra janë 4 javë të tëra që fëmijët e tjerë të cilët nuk agjerojnë kanë të drejtën e tyre të lozin, të vrapojnë, të bëjnë orën e fizikulturës. Po pse jo, të shohin edhe fëmijë me energji në klasë, sepse pastaj dhe fëmijët e tjerë bëhen disi pak më të prekur nga situata kur shohin që dikush është pak më i dobët. Pra në këtë aspekt, unë e kuptoj shumë mirë që thot, nuk besoj që ka ndonjë mësues që i thotë fëmijës mos agjero, këtë nuk besoj që e bëjnë, por që patjetër një mësues ka përgjegjësi. Pra ka ndodhur që fëmijët mund të ketë rënë dhe të fikët në klasë.
Dhe kjo pastaj është përgjegjësi e shkollës së drejt për drejt. Pra të mos e mendojmë vetëm nga njëra anë, që është bukur nëse një familje agjeron të agjerojë dhe fëmia. Kam përshtypjen kur është tek fëmia edhe vetë familjet besimtare duhet të kenë një qasje tjetër për të edukuar që shiko, nuk është vetëm agjerimi për të qenë njeri i mirë, apo nuk është vetëm agjerimi për të pasur ti disiplinën ndryshe, apo për të pasur ti dedikimin ndryshe në raport me veten, me Zotin dhe me familjen. Por ka metoda të tjera që një fëmijë i vogël duhet t'i aplikojë për të qenë në këtë rrugën e mirë që familja ka dëshirë të ndjekë. Është nga këto mesazhet pra që bini dakord tek pjesa që duhet tolerohet në një farë deri diku dhe pjesa pastaj të agjerimit dhe këtij dedikimit duket unë kam aplikuar vetë te fëmijët e mi, domethënë. Ti ke thënë pra fëmijët tu që mos e bëni këtë gjë. Janë para agjërues. Dhe sigurisht është meraku i prindrit i nënës që shiko se mos ndodh ndonjë gjë etj. Por emocioni dhe gëzimi në sytë e tyre nuk mundesha dot t'i thoja jo më pastaj. Për shkak se edhe nëse unë, siç kishte di që nuk i zgjoja për syfyr, ato menin për sipër që të agjeroni dhe pas syfyr. Vërtet. Do me thonë, sepse, shiko, është një kompleksitet faktorësh që fëmia këmbgul në këtë lloj misioni. Dhe pa diskutim... Por pa arritur për ta rrezikuar shëndetin e tyre, pra. Edhe familjet besimtare, asnjëri të siguroj unë që bën të njëjtën gjë si puna ime. Por problemi është që ne i edukojmë, pra agjerimi është një vlerë e shtuar dhe një vetë kontroll, disiplinë, që ne punojmë gjatë gjithë jetës, nga fillimi i vitit deri në fund dhe çdo ditë tjetër që mami shiko, ne për të fituar xhenetin dhe kënaqësinë e Zotit, pra për të qenë njerëz të mirë, të kënaqemi vetë, ne kemi plot mënyra të tjera. Dhe ja ku keni mami që një ndër ato, për shembull, nuk bëj X gjëra të tjera. Pse? Sepse... Jep shembullin tënd. Po, jap shembullin tim. Ja, shiko, ndihmojmë një komshi, një të varfër, i çojmë ushqime dhe më besoni që ato nuk kanë ditë që dalin jashtë laprakës që nga portofoli im marrin dhe u japin të varfër, sepse jemi edukuar, i kemi edukuar dhe nëse unë u andaloj ato do e bëj sërish. Mami ti na ke mësuar me këtë lloj vlera. Është pra një vazhdimsi, një mësim. Po për këtë po flasim pra që është një shembull personal. Atëherës nuk kam pse të bëhem pengesë për këtë lloj gjë, se sido që të jetë, ai do të realizoj në një mënyrë apo një tjetër, do të realizoj qëllimin e vet. Po thjesht flasim për këtë balancën pastaj, balanca mes fëmijëve agjerues dhe fëmijëve jo agjerues. Se mund të jetë një përshindje më e vogël ata që agjerojnë në shkollë, pra e kupton për këtë e flasim dhe Zoti falënderimi te ruajnë Zoti që numri siç e tha edhe Suela, numri në përklasa qoftë fillore i nxënësve por i agjeruesve dhe i të rinjve është shtuar. Dhe më besoni subhanallahu mbrëm ka qenë nata e fundit dhe të vesh në për xhamiat e Tiranës janë gjithë të rinj në lulen e rinis, ato prishin rehatin e gjumit, komfortin e zonës së gjumit të ngrohtësisë atje dhe dalin në mes të natës duke fal namaznate. Pra ka mënyra namaz, lexim, sadaka. Ideja që ne po flasim edhe për ai ka zgjedhur se edhe kjo është një mënyrë, domethënë se unë nuk mund t'u ashuaj. Pra duhet një tolerancë fetare po thua në këtë rast. Sigurisht. Edhe po në fakt po thoshte Malvina Suel po përmendte në studio që duhet të jetë një program më fleksibël le të themi gjatë kësaj periudhe. Megjithëse tani jemi në këto 2 ditëshin e fundit, le të themi kështu. Tani përse po bëjnë sistemet arsimore dhe po shqetësohen kaq shumë dhe personat tjerë që shiko se nuk krijojmë dot se bëhet balanca mes pra krijohen disbalanca mes një palë nxënësish edhe një palë. Kur këtu ne në Shqipëri jemi protagonistë që ka ndodhur një fatkeqësi apo një gjë jo e mirë dhe janë përshtatur, janë adaptuar le të themi sistemet arsimore. Ndodhi përmbytja 2 javë studentët bën pushim. Edhe pse nuk ishin të përmbytur për shkak ato. Se do të bëhet kjo kaq e madhe po thua. Pse po bëhet kaq që krijoj lehtësia se nuk është fundi botës, lehtësoni dhe mos vështirësoni. Apo ndodhi diçka tjetër edhe pse nuk u prekën dhe doli ajo drejtoria e arsimore dhe doli me një vendim. Pra, me këtë që dal një vendim, ka plot shkolla e fëmijëve të mi për shembull, unë kam në shkollë private deri në 3. Tani ka shkurtuar deri në 12:30. Dhe kush të doj le të shkëti marë. Kush ka dash, i ka marë për shembull dhe kanë pushim fëmijët. 4 orë nuk është asnjë gjë. Okej. Domethënë, kështu që
ka plotësisht, si shta Suela, ka plot rrugë të mira për të bërë vepra, rrugë të tjera për të bërë vepra të mira. Pastaj dalim tek për të realizuar qëllimi pa dashur të pra, Suela po thotë që prindrit që agjerojnë dhe e kanë prioritet, pra dhe këtë besime dhe këtë lidhjen hyjnore me Zotin, pse jo me këtë lidhje hyjnore? Fëmijës së vet mund t'i thonë që dëgjoj, ti je nxënës, je fëmijë, jep kontributin tënd, je një shok i mirë, një shoqe e mirë, je një djalë, një vajzë e mirë, por kur të rritesh merr vendimin që të agjerosh. Një familje besimtare nuk ja ka thënë këtë për shembull. Nuk e vënë në diskutim fare që mund ta ketë thënë. Por e themi për pjesën e balancës edhe të mënyrës se si mund të jetë harmonia në ambientin e shkollës. Gjithsej këtij shqetësimi, unë gjej rastin t'i falenderoj ato fëmijë që agjerojnë dhe Zoti i shtov sa më shumë që të mbushën me dritën e besimit, sepse janë një vlerë e shtuar e shoqërisë, duke u pajisur me vlera të larta të respektit shoqërisë dhe virtyte të mbushura që vijnë nga backgroundi fetar. Mirë, po duhet thënë tani që t'jemi realist. Se di Suel që dakord, sepse unë bashkë me kolegët e mi jemi njerëzit që thash gjatë këtij muaji kemi patur pothuajse çdo ditë në emision, njerëz që kanë folur për besimin dhe për Ramazanin. Por ama nga ana tjetër ne kur marrim vesh lajme të tilla dhe kur nuk merret në konsiderat, sepse tani të themi të vërtetën e t'jemi realist, nuk ka vetëm familje si puna jote Malvina që ju e pyesni fëmijën edhe i thoni edhe i jepni kontributin tuaj, por ka dhe njerëz të tjerë që ne kemi parë i kanë detyruar në një farë mënyrë të agjerojnë. Dhe pastaj ne dëgjojmë lajme të tilla që i ratifikt është jo mirë nga ana shëndetësore dhe në gjendjen e tyre jo të mirë shëndetësore janë të detyruar dhe të imponuar për të agjeruar gjatë këtij muaji. Tani mos bëjmë sikur nuk ekzistojnë. Po flasim për raste më të mira në këtë. Vërteta nuk po dal tani ti ke sado argumentet tua ta fakte. Po them mënyra se çfarë dëgjojmë. Unë të them në aspektin tim që në fe nuk ka dhunë dhe më vjen shumë keq për çdo besimtar dhe besimtare, shumë e drejtë. Këtë besimit tim që të detyroj, sepse ai absolutisht jo vetëm që nuk ka marrë se vape dhe të ketë bërë një gjë të mirë, përkundrazi e ka ngarkuar shpirtin e tij me gjinare, sepse nuk mund ta imponosh fëmijën ti as në mënyrë kategorike, as të agjeroj, as të mbulohet, as të bëj një gjë që nuk janë ndjen shpirti. Po e vërtet. Ta pyesim pak Suelën, duke qenë se është në kontakt të vazhdueshëm me fëmijët. Besoj se ke dëgjuar raste të tilla Suela, se nuk mendoj që jam e vetmja që dëgjoj raste që janë të imponuar nga prindrit, duke mos e marrë parasysh edhe gjendjen e tyre, edhe faktin që janë fëmijë. Po, kemi dëgjuar dhe fëmijë e kanë kur që kjo është detyrë dhe mos rëndë diçka, fëmijët në moshën 10 vjeçare, 12 vjeçare po nxitojnë të rriten. Dhe një ndër arsyet sepse edhe e bëjnë agjërimin, unë nuk po them që nuk e bën për besim familjar. Por në moshën 10-12 vjeçare fëmijët akoma nuk e dinë çfarë thellësisht është besimi. E bëjnë për të qenë pjesë për të kuptuar sjelljet e të rriturve. Kështu që në këtë pikë unë realisht do doja që edhe vetë qasja e fesë të ishte që fëmijët të jenë pjesë më vete. Pra të paktën deri në moshën 15 vjeçare, po pse jo, dhe 16, pra janë disa limite moshe që ne i vendosim gjithmonë në diskutimet tona, se sa të përgjegjshëm janë këta fëmijë për sjelljet që bëjnë. Për sa kohë këta fëmijë të cilët janë të papërgjegjshëm për shumë sjellje të tyre, edhe në raport me agjërimin, nuk mund t'i cilësojmë të përgjegjshëm për çfarë po bëjnë. Dhe sigurisht unë mendoj që është mbrojtje dhe tu po flasin nën. Pra është i mbrojtje ata që ata të konsumojnë ujë, që ata të konsumojnë ushqime gjatë ditës, mos kenë këtë lloj tronditje që jep ndërprerja e konsumimit të ujit apo të ushqimit. Ka njëri aspekt tjetër, ne nuk mund kemi pritshmërinë dhe unë këtu pastaj distancohem dhe them që të drejtat e fëmijëve janë të gjithë njësoj, nuk mund kemi ne as pritshmërinë dhe as kërkesën që të themi shkollat në Shqipëri që janë laike, ndryshon ju programin për një muaj për hatur të 50% të fëmijëve apo 70% të fëmijëve që janë të komunitetit musliman. Domethënë, kjo nuk është pastaj këtu i bie që ne po diskriminojmë grupin tjetër të fëmijëve, po i cënojmë ata nga orët e aktiviteteve të tyre dhe këtu pastaj do bëjmë të gjithë analizën të themi, a duhet kështu apo duhet që masa të jetë edhe feja nuk duhet të cënoj as edhe një gjë, pra duhet të jetë bashkëpunuese. Suela se s'dua të ndërpresë për shkak edhe të linjës, edhe fakti që je online, ka edhe nxënës të cilët kanë agjëruar dhe agjërojnë pa dieninë e prindërve të tyre, por si pasojë sepse e kanë parë dhe kopjojnë, le themi, marrin shembull nga shokët dhe shoqjet e klasës, edhe kur mësuesja i ka pyetur
sepse nuk dua t'i them emra konkret, i ka pyetur, kanë thënë të lutem mos e njofto mamin ose babin sepse ata nuk e dinë që unë po agjeroj. Unë nuk po them jo, ka dhe fëmijë që drogohen edhe prindit nuk e din. Tash po kaloj në rastin ekstrem, ka fëmijë që konsumojnë cigare, detyra e prindit është të tregojë tek familja, të thotë që shiko, dhe kjo është sjellje e mirë në këtë aspektin, po themi që fëmia po e bën për një çështje të mirë. Detyra e prindit është të njoftojë, sepse nëse fëmia si rrezikohet, shiko, sheqeri në gjak lëviz, varet që problematika shëndetësore mund të ketë ky fëmijë. Dhe familja patjetër duhet të jetë në dijeni çfarë po bën fëmia i vet. Dhe patjetër edhe grupi shoqëror ka një lloj ndërgjegjësimi tjetër kur ti e di që dikush është pak më i dobët në grupin social që ti je në klasë. Pra, edhe këtu nuk ka rëndësi çfarë thot fëmia. Ne themi fëmia nuk ka vendimarrje. Kështu që le të thotë çfarë të dojë fëmia, detyrë e mësuesit është të njoftojë prindin që fëmia po bën këtë gjë. Pra, këtë nuk e negocioj fare unë. Për mua qëndron e mira e fëmijëve, të drejtat e fëmijëve janë të barabarta pa asnjë të një lloj diskutimi. Pa ngjyra fetare, pa ngjyra politike, pa gjendje ekonomike, fëmijët janë njësoj dhe duhet të trajtohen njësoj. E vërtet, ke shumë të drejtë. Suel, faleminderit shumë. Faleminderit që ishim me ne sot. Të përshëndesim, të mbar. Dhe përpos faktit, po, sigurisht edhe përpos faktit që ne i themi të gjithëve që kanë sakrifikuar gjatë këtij muaji, që Zoti ja u pranov sakrificën dhe patjetër një bravo e madhe për të gjithë që janë investuar, le të themi, në këtë, ama kur flasim për fëmijët është pak më e ndjeshme dhe do na duhet që ta bënim si tematik. Sigurisht, edhe prandaj e theksova edhe rastin, sepse është i raportuar. Do të thua që është një rast sporadik, se nëse do të ishte kaq. Të 3-4 të paktën po pra këtë drejtë që janë sporadik. Nuk janë këtu në Shqipëri dhe kudo ndodhin raste sporadike të natyrave të ndryshme dhe nuk kemi pse i masivizojnë, domethënë, dhe patjetër, por nuk është arsye për mos i diskutuar. Po. Sepse duhet patjetër ta bëjmë me dije. Kështu faleminderit shumë Alvin, faleminderit. Edhe diçka të fundit, sapo erdhe këtu thej që sot ishte një ditë e veçantë. Po. Erë dy që është ditë e veçantë. Po, sot është një ditë shumë e veçantë për shpirtin tim binjak, i cili së bashku me shpirt pjesën tjetër që jam unë, kemi ditëlindjen dhe realisht jam me fat që më ka bërë krijesa më unike në botë dhe i them gjithmonë që e dua dhe do ta dua derisa të kem frymën dhe kur të mos mendoj që është vetëm. Jam motra më e lumtur në botë që ajo është pjesë e jetës sime. Sa bukur. Dhe lu Zotin në këtë ditë të shënuar për të dhe për gjithë, pavarësisht se në aspektin fetar ne nuk festojnë, se do të pyesja, po. Nuk festojmë ditëlindje dhe nuk po e bëj urimin për shkak të ditëlindjes, domethënë, por dua t'i përcjell një mesazh shumë i domosdoshëm që unë dhe gjithë familja jemi krahë ti dhe kur nuk është vetëm. Është arsyeja, një ndër arsyet kryesore për cilën unë frymoj dhe ka qenë lutja e parë dhe e fundit që nga dita e parë e Ramazanit deri në fund, sepse pa tu nuk mund marr dot frym. Nuk gjej dot fjalë sepse sa do ta përshkruaj unë dashurinë që kam për të, nuk mundem dot, domethënë të them se sa unike më bën ekzistenca e tij dhe lu Zotin me gjithë cilësitë e tij që të jetë ndër ato krijesa që të fal namazin dhe të fitoj dashurinë e tij. Zoti e pas gjithmonë në dashurinë dhe mëshirën e tij. Faleminderit shumë emocionues ishte gjithë kjo. Faleminderit dhe nuk e di, ne ta themi gëzuar ditëlindjen edhe ty edhe vllai, që kështu. Edhe rëndësishme është jeni mirë me shëndet. Për hapësirën që na dhash edhe për këtë urim dhe mesazh që gëzuar edhe shumë mirë që e keni edhe një kujtim kështu tashmë. Po, është kujtimi më i veçantë që do të kemi në këtë 40 vjetor. Është thash re që jam ditë shënuar përveç se është nata e domethënë e Bajramit, nesër festojmë akoma më tepër. Po, shumë motive, shumë arsye. Patjetër. Më ka dash Zoti aq shumë sa që të jenë sot këtu ta përcjelloj. Patjetër, pa diskutim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ikem reklama, kthehemi pas pak.